Përveç profesionit që e kam edhe punës, e kam edhe një punë tjetër që e bëj. Është një punë shumë e dashur për mu, puna 24/7, vetëm për to. Po ata dëshirë në pjesë të dytë të emisionit. Në fund të emisionit tiftoj vajzat e mia, Ranën dhe Marën në emisionin e ndrimit të dytë. Mirë se erdhët. Faleminderit. Mirë se erdhe Mara. Kjo Mara është e vogla edhe Rana është e madhja. Qysh jeni me mamin mirë? Qysh ka lutësët mirë? Mirë. Po më vjen mirë. Hajde, i kemi përgadit disa pyetje për juve që nuk i kena para përgadit përgjigjet, ku s'ma kish marrë mendja që me pas emocione që ka shumë. Rana është 11 vjeç për ndryshe, Mara është 7 vjeçe. Rana, çka të bën të lumtur ty në jetë? Kur qëndroj me familjen, kofsht dhe sporte, kur bëj. Sporte, cili është sporti jot i preferuar? Volejbolli. Volejbolli. Mara, ti çka të bën të lumtur? Kur që të kash, po që kesh. Buzëqesh, kur gjithkush buzëqesh edhe Mara është e lumtur atëherë. O zot, sa emocione. Rana, çka të pëlqen ma shumë te mami? Personazhi jot. Po, personazhi, personaliteti jam, faleminderit. Çka të pëlqen ma shumë te personaliteti jam? Që je sjellshme dhe na plotson shumë dëshirat. Që jam e sjellshme dhe ju plotësoj shumë dëshira. Po ty Mara, çka të pëlqen ma shumë te mami? Shumë më pëlqen flokët e tua, shumë fytyra jote. Flokët e mia të pëlqen nga Qorrela. Hajde, po kisha pas që me ditë çka s'ju pëlqen të one, Rana? Kur e më shih bukurin me shminka. Me shminka, me make-up që bëj. Shpesh herë marr komente për ndryshe nga Rana, dhe thot, mam, pse bre po lyhesh, po në ekran po duhet pak mu ly. Edhe që shdokna aty e bukur, pse nona jote nuk mendojnë krejt njëjtë. Besoj. A kishit pas qef diçka me ndryshu në botë? Ne. Hajde, çka kishit pas qef Mara me ndryshu në botë? Mos me jetu mitsko, jetu. Mos me jetu mitskoja atë insektet, ta e kanë mytë gjunojt, e kanë hongër shumë që ta e ka këtë halë Mara. Po ti Rana? Qa kishit pas qef me ndryshu diçka? Me pat ma shumë gjatë brem. Okej. Tjetër? Edhe mos me pas shumë kolon. Mos me pas shumë kolon, para mendon edhe te fëmia ka fillu me ndiku kjo pjesa e kolonës. Unë kështu ju kom pyet personalisht se çka keni dëshirë të bëheni kur të rriteni, po kisha pas qef mendoja me shikuesit ton, Mara. Çka kisha pas qef mu bo kur të rritesh? Me valcu. Me vallëzu, për ndryshe Marës i pëlqen shumë vallëzimi, po ti Rana? Une s'kom në një zgjedhme, po du doktor, si të prezentuste. Si unë prezentu, si ju pëlqen puna që e bojone? Po, Çka ju duket mirë të që kjo puna që e bojone? që më në mi thirë njerëzët edhe më në me fullë. Edhe më në me folë edhe t'i knaqesh shumë kur e njën mamin t'u kesh këtu në emision. Ti Rana? Edhe më një si marëm. Edhe vendë. Edhe njerëzët shumë sjellshme. Edhe njerëzit që janë shumë sjellshëm në emisione, morë shikues të dashura, pse fëmia qa inqizon, fëmis nuk i kur gjë, që shë ka vrit dhe shikuesit e dëgjuesit mami ka të sjellshëm. Rana, çka mendon? Çka e bën një fëmijë të lumtur? Kur është një fëmijë i lumtur? Afronë të lutem te mikrofoni kur doni me fol. Familja. Ti kur je kone lumtur? Dhe nëse i plotësohen dëshirat. Dëshirat, a është mirë mi u plotësu fëmijës krejt dëshirat? Po. A duhet naj dëshirë mos me plotësu? Ka dal. Me qetësime, maturi. Po ndonjë shprehje të mamit që e kujtoni, mamit që shpesher ju këshillon, ju thot? Më kune vetja, me respektu njerëz. I respektu njerëzit, mos me bullizu fëmijë tjerë. Mas miri.
Mos mire, kur qysh mara, kur ka qenë pak e vogël, në kopsht ka pas disa herë kështu probleme, po kemi bisedu qatë shumë pse ka qenë e vogël, marrës ju kanë regjistru këto në mendje këto këshillat edhe pjesa e sa është e rëndësishme që ne prindërit t'i këshillojmë si vajzat ashtu e djemë në shtëpi tona që të jenë sa ma të sjellshëm me fëmijët e tjerë, sepse nuk dihet se në për çka kalon ai fëmijë, në për çfarë familje është duke u rritur ai fëmijë. Po për fund kisha pas qef me marrë ndonjë koment ose një dëshirë që e ke Tirana për botën, për Një dëshirë. që kishe pas qef me t'u plotësu një dëshirë. Përveç ajo me lujt Roblox, a qa ke Robloxi, ajo nuk plotësohet e dëshirë tek ne nuk luajmë Roblox. Rana një dëshirë që kishe pas qef me u plotësu? Për krejt fëmijët, ndoshta mi pa fëmijët më të lumtur. Me pa të ketë shtëpia, ujë, bukë dhe një kulën për më. Edhe shkolla. Edhe shkolla, me pas fëmijët mundësi të shkollohen dhe të jetojnë të lumtura, sepse kemi pa fëmijë në përbot që jetojnë kushte të ndryshme, jo të mira, edhe shpresojmë që krejt fëmijët, për shfrytëzojmë rastin me qenë se është dita 1 qershori, festa juve, të urojmë krejt fëmijët e botës të jetojnë të lumtura dhe në kushtet them ato cilat duhet të jetojnë një fëmijë, një njeri posa lindur. Faleminderit shumë që ishit sot në emision, të ftuarat e ime. Jeta ime asnjëherë s'kom pas mysafir më të këndshëm, më të bukur në emision. Edhe mos harroni mbi të gjitha çfarë do pune që ne bëjmë, puna më e bukur, më e rëndësishme sa dhe që nganjëherë është e lodhshme, është të kujdesemi për juve. Ju du shumë. Jemi të dashur. Me qenë se jemi edhe drejt fundit e emisionin ndrimit të dytë, për shfrytëzoj rastin t'i falenderoj të gjithëve.